Presidenti shqiptar Bajram Begaj të shtunën qëndron në Tetov. Tetova tashmë i ka bërë të gjitha përgatitjet për ta mirëpritur presidentin Begaj, ku ditëve të kaluara shumë billboarde nëpër qytete i dëshirojnë mirëseardhje presidentit të Shqipërisë. Por nga komuna e Tetovës ka njoftuar se për të shtunën do të ketë masa të përkohshme sigurie dhe ndalim parkimi në disa rrugë. Sipas njoftimit, ndalim parkimi do të vlej për rrugën Marshall Tito nga fillimi deri tek rrethrotullimi i restorantit Sedra, bulevardi Blagoja Toska nga rrethrotullimi i Sedrës deri tek komuna, rruga Dervish Cara në tërësi deri tek semaforët, rruga Ilindenska nga Gjyqi deri tek UEJL, rruga KRD deri tek Arabati, rruga Jashtë Vardarit deri tek UT, rruga 172. Komuna e Tetovës njofton se automjetet e parkuara në kundërshtim me njoftimin do të largohen nga shërbimi i Merimangës. Ndryshe, vizita zyrtare nis në ora 9 dhe do zgjas deri në ora 11:30. Vizita do të nisë në ambientet e komunës, ku presidenti Begaj do të pritet nga kryetari i komunës Bilal Kasami, për të vijuar më pas në këmbë drejt shkollës fillore Liria. Në këtë shkollë është parapar një program artistik me këngë dhe valle tradicionale shqiptare, të përgatitur nga nxënësit dhe SHKA Gjeladin Zeqiri. Mëtej, presidenti Begaj së bashku me Bilal Kasamin do të vizitojnë xhamin e Pashës dhe Teqen Arabati Baba, ku presidentit Begaj do t'i prezantohet trashëgimia kulturore dhe objektet me rëndësi të veçantë fetare, që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të historisë dhe identitetit të qytetit. Sipas agjendës, vizita e presidentit Begaj vijon më pas në qytetin e Gosivarit.